Në këtë koncert të titulluar From West to East, së bashku me orkestrën, performoi sopranoja e njohur Ana Naçe, e cila në ndërgjimin e Elda Laros dhe orkestrës simfonike solli për publikun shkodran një repertor të zgjedhur me vepra të autorëve të njohur shqiptar dhe të huaj. Njeriu ka gjithmonë emocione, por Shkodra, siç thon shkodranët, është sheqer. S'kishte si të ndodhte ndryshe, kam shumë emocione, jam shumë emocione të mira, domethënë, sepse është një nder i madh të performosh me Elda Laron. Ajo është një nga artistët më të mëdha që unë njoh në jetën time, në karrierën time dhe gjithë bota e njeh dhe e nderon. Për drejtuesen artistike të Orkestrës Simfonike të Shkodrës, Elda Laro, ky ishte koncerti i parë në drejtimin e saj. Ajo theksoi se do të vijojë përgatitjet për të sjellë në skenën shkodrane emra të mëdhenj të muzikës shqiptare, të cilët do të performojnë krah Orkestrës Simfonike të qytetit. Atëherë të them të drejtën, zemra rreth shumë më fort se kudo tjetër. Domethënë në skenën e tjetër të botës unë dal, kam atë emocionin tim, po këtu domethënë rriten, domethënë komplet zemra më rret shumë fort në çdo moment, po rret domethënë në mënyrë pozitive, në mënyrë konstruktive, sepse më jep me të vërtet krah edhe forcë për të bërë më mirë. Edhe sigurisht më thamë më kthy qytetin tim domethënë të lindjes është një emocion që nuk ka koment, domethënë është diçka e rrallë. Koncerti i jashtëm do jetë akoma me përgjegjësi akoma më të madhe, pasi do kemi edhe një tenor të jashtëzakonshëm që është Sajmir Pirgu dhe një pianist shumë të mirë, Klevis Gjergjin, edhe orkestra do të jetë akoma në nivel të lartë. Ky koncert i Orkestrës Simfonike të Shkodrës solli për publikun emocione të veçanta, duke dëshmuar edhe një herë potencialin e madh artistik që Shkodra ka për të ofruar. Me përkushtimin e dirigjentes Elda Laro dhe me bashkëpunimin e emrave të njohur të muzikës shqiptare, Orkestra Simfonike e Shkodrës ka si synim të kthehet në një pikë referimi për artin dhe muzikën klasike në vend.